E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi këtë herë me një lajm bombastik. Do të thënë Selina dhe Gimbo përhapin fjalën në për shtëpi që kanë përjetuar, kanë jetuar, kanë shijuar puthjen e tyre të parë. Do të thënë puthja e parë ka ardhur brenda shtëpisë. Nuk ekziston një video, siç duket kjo është një prank i mirë menduar nga Selina dhe Gimbo që të arrijnë qëllimin e tyre, të bëjnë sa më shumë klikime dhe ndoshta të nxjerrin fytyrat e vërteta të banorëve. Selina dhe Gimbo ishin në dhomën e grimit, që të dy rinin bashkë aty. Në fakt, unë personalisht nuk e pash një puthje që Selina dhe Gimbo i dhuruan njëri tjetrit, se edhe po t'i dhuroni një puthje, jam jashtëzakonisht i bindur që nuk do të kishin shkuar me gjitha të krenari tek tavolina e darkës natën e mbrëmshme dhe do të kishin dhënë duart rokitin, do të kishin thënë hey, ne e dham puthjen. Unë mendoj që është një strategji e Selinës për të provokuar të gjithë banorët e tjerë, për t'i futur në lojë të gjithë banorët e tjerë dhe për t'u nxjerrur apo për t'u shqerur atë maskën dhe për t'u nxjerrur fytyrën e vërtet. Dhe këtu e shoh strategjinë në fakt që Selina është duke përdorur dhe këtë strategji nuk e ka më shumë për banorët e tjerë sa e ka për mirin. Do të thënë e shoh që Selina do t'i akmerret mirit shpirtërisht, sepse ndoshta, jo ndoshta, por si të gjithë banorët e tjerë që e kanë kuptuar, dhe Selina e ka kuptuar që miri ndjen për të emocione, ndjen për të ndjesi shpirtërore. Dhe mendoj që e vetmja kartë për ta shqetësuar mirin, për ta acaruar mirin dhe ndoshta për ta dëmtuar në lojë, se realisht edhe mund ta dëmton në lojë me këto gjëra, Selina është duke luajtur rolin e gocës e cila e ka puthur Gimbon. Unë në fakt do doja, se edhe Greta u gëzua shumë, ja një zemër për të dy, unë do doja që Selin dhe Gimbo të shkëmbenin puthjen e tyre të parë, do t'ishte magjike në qoftë se puthja e parë do të shkëmbeshte më datën 14 shkurt, ditën e djeshme, ditën e të dashuruarve, siç duket do me thënë Gimbo dhe Selina do t'jenë çifti zyrtar i këtij Big Brotherit dhe çifti që do të na shoqëron në rrugtimet e bukura, në dasmat e bukura, në momentet e bukura që ditë të dhuroj vetëm vëllau i madh, por siç duket Selin është duke i kanalizuar emocionet e saj, ndjenjat e saj, energjinë e saj shpirtërore kundërdrejt marrëdhënies me Gimbon dhe po e shijon, po e jeton këtë gjë masovikisht. Unë uroj me zemër në fakt që kjo gjë të ndodhen, sepse janë çift shumë i vërtet, por e shoh që e gjitha bëhet në kuadër të lojës.